çfarë do të bëj? Kisha menduar shumë gjëra për t'i thënë dhe shumë pyetje për t'i bërë. Por tani që jam këtu me të, jam shumë emocionuar për të folur. Çfarë ke, Lucia? Oh, jo, asgjë. Vetëm se kuptoj këtë problem. Cili? Nuk di si t'ja them, më vjen turp. Por nuk është aq e vështirë. Mjafton të llogarisësh sipërfaqen e qarkut dhe t'ia shtosh asaj të 6 këndshit. E kuptove tani? Sigurisht, faleminderit. Është e lehtë, e pe. Po. Kohët e fundit je e çuditshme. Jo, nuk është e vërtet. Jam shumë në rregull, por sot në mëngjes në klas nuk po e kuptoja dot, kurse tani që dëgjova shpjegimet e tua i kam shumë të qarta. Mbase në klas ishe pak e shpërqendruar dhe se dëgjove mirë profesorin. Çfarë ka? Më pëlqen shumë parfumi yt, Lucia. Faleminderit. Është i Anonit, ma dha ajo. Anoni më tha se parfumi do të më ndihmonte të qetësohesha. Përkundrazi më bën edhe më nervoze. Shiko, Çfarë po ndodh? koha është duke ndryshuar. Me sa duket po vjen një stuhi e madhe. Sa çudi. Pak më parë ishte një diell i mrekullueshëm. Ky film serial u mundësua nga Shqip Kinema, na ndiqni për episodet në vazhdim vetëm në Shqip Kinema. Ja, filloj të bjerë shi. Vetëm një mendje djallëzore si e imja mund të bënte një plan të tillë. E krijova këtë stuhi të vogël për të ngatruar pak qytetin. Sa më shumë probleme ka, aq më shumë mundësi ka për të gjetur princesha Sirena. Hej, jani princesha Sirena, hej, jani tekun. Fryni era, bjeri shi dhe le të shpërthej stuhia. Ku të jetë Këlyshi? Duket si një tajfun. Po. Ikën edhe dritat. Po tani si do t'ja bëjmë? Mendon se do të vazhdoj gjatë? Se nuk e dëgjuar ndonjëherë për fikjen e dritave? Sigurisht që jo. Aty nga viu nuk ka gjëra të tilla. Kujdes, rrije qetë. Një bubullim është. Po, e di, më fal. Ua, çfarë po ndodh? Zemra më raq forca. Nuk duhet të kesh frikë. Më ke mua këtu, Lucia. Do ta shohësh që stuhia do të kalojë së shpejti dhe do të dalë dielli. Kam frikë nga bubullimat, por tani ndihem më e sigurt. Sa bukur të rishe përqafuar me ty. Sa do të doja të rinim kështu për jetë. Jani tekun princesha Sirena, po ju pres.